Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër dhe të Komisariatit të Policisë Shkodër në bashkëpunim me Njësinë Sigurisë Publike vijojnë me intensitet kontrollet në vijim të operacionit policor të koduar Koordinata me qëllim goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike. Si rezultat i kontrolleve në territoret e njësive administrative Pult, Ana Amalit, Shosh dhe Shal, shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër gjetën dhe asgjësuan 1402 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa dhe 510 gram lëndë të dyshuar narkotike në formën e boçes. Në vijim të veprimeve procedurale u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi i detyrës për kryetarin e fshatit Nën Marveç, kryetarin e fshatit Leknikaj, për kryetarin e fshatit Kuje, kryetarin e fshatit Vuksanaj, për veprat penale shpërdorimi detyrës dhe moskallëzimi krimit për kryetarin e fshatit Palaj. Policia thot se vijon puna për identifikimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të bimëve narkotike. Operacioni antikanabis i koduar Koordinata vijon në të gjithë territorin e qarkut Shkodër.